أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavdërimet për uljet adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira, më të përzemërta janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës që dietarët islam e kanë konsideruar një temë tepër të rëndësishme për ta fituar xhenetin. Ligjërat për cilën do të duhej me fol kogjo shumë dhe kogjo shpesh për arsye se ne e neglizhojmë këtë temë për cilën do të flasim në minutat në vazhdim inshallah. Ajo është istighfari, kërkim falja. Kërkim falja, istighfari, me kërku falje për Allahut vazhdimisht, është një gjë shumë e lehtë, nuk caktohet vend ku veç me një vend të keme shku edhe veç me një kohë caktune, po ku do që t'jesh në shtëpi, në rrugë, duke ecë, në xhami, mundesh me kërku falje, me bën istighfar, me kërku falje Allahut, me i kërku falje për mëkatet, për gjunahet që i bëjmë vazhdimisht. Allah i madhnushëm e dim se një prej emrave të tij të bukur është edhe El Ghaffar, falësi i madh. Pastaj e dim se në ajetet kuranore Allah është quajtur Ghafiri dhanb, falësi i gjunohave, i mëkateve. Ajetet kuranore të cilat kanë ardhur për kërkim faljen janë të shumta. Secilin pejgamber Allah që e ka përmend në Kur'an, pothuajse të gjithë e ka përmend që ata i kanë kërku falje Allahut. Secili pejgamber, do më thonë është cilësi e njerëzve të mirë, njerëzve më të mirë që kanë shkelë si përfaqen e tokës. Njerëzit më të mirë kërkojnë falje tek Allah i madhnushëm. Pejgamberët janë njerëzit më të mirë, e ata secili prej tyre i ka kërku falje Allahut madhnushëm. Kjo na edukon që mos me menu që ata që shkojnë xhami shkojnë për shkak gjunohave. Ata janë gjunaqor të mëdha për që ata shkojnë xhami. E na që shkojmë xhami nuk shkojmë se si, na që se gjunaqor. Jo, njerëzit më të mirë që kanë shkelë si përfaqen e tokës i kanë kërku falje Allahut. Do t'i përmendim ajetet në vazhdim. Ademi alayhis salam, babai i njerëzimit, njeriu i parë. Çka tha? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna min al-khasirin. Ademi dhe Hava, pasi që e bën gjunohun, ju drejtun Allahut dhe i than: kërkojmë falje Allah. Nëse ti nuk na fal neve, do t'jemi prej të humbërve. Veç ti o Zot që mund është mu na fal, e mu na drejtu, e mu na uzu. Na fal mëkatet tona. Pastaj Nuhi alayhis salam, pas Ademit, përmendet në Kur'an që ka thonë: wa illa taghfirli wa tarhamni akum min al-khasirin. Edhe pse pejgamber, edhe pse e mori misionin e Zotit me shpërndon tokë, edhe pse njeriu më i miri asaj kohë në tokë, prap i tha Allahut: nëse ti o Allah i madhnushëm nuk fal mu edhe nuk mëshiron, do t'jem prej të humbërve. Pastaj Musa alayhis salam: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. O Allah i madhnushëm, un kam bë mëkate, i kam bë padrejtësive i të stem. Edhe pse pejgamber, edhe pse jam mundu me çun vend shpolljen tonde, misionin që ma ke dhënë, edhe jam mundu me bë të mira sa më shumë, e di që un jam njeri dhe gaboj. Edhe për ato mëkate që ndoshta nuk jam i vetëdijshëm, kërkoj falje dhe pa më fal ti, jam i humbur. Pastaj Muhamedi alayhis salam,
Pastaj Sulejmani a.s, Isa a.s, s'po I përmendi krejt ajetet kuranore për se cilin pejgamber kanë ardhë dhe kanë tregu që ka kërku falje tek Allahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idha jan, që e dini gati së cili. Allahu I tha pejgamberit a.s, madhroj Allahun edhe kërkoj falje atij, sepse ai është që fal shumë. Edhe pse pejgamber Muhamedi a.s, njeriu më I mirë, Allahu tha për ton që është njeriu më I mirë. Po prap se prap edhe atë e edukoj që me kërku falje tek Allahu. Çka I bie kjo që krejt na ummeti I tij, nëse e pasojmë atë, duhet me I kërku falje Allahut, dhe nëse mendojmë që me shpëtu tek Allahu, duhet me I kërku falje vazhdimisht Zotit Madhnushëm. Duhet mu mundu që me bo tradit që gjuha jon me kërku falje vazhdimisht tek Zoti I Madhnushëm. Vazhdimisht me thonë astaghfirullah, astaghfirullah. Shpesh herë gjindemi në situatat ndryshme ku na jemi duke prit liftim, jemi duke ecë rrugës, jemi duke prit dikë, me shfrytzu rastin qatë ku me I kërku falje Zotit Madhnushëm. Po edhe nëse nuk je veç në kohën e lirë, ti me bo tradit që mos më të kalu dita pa kërku falje. Transmetohet në hadithet shumëta që Muhamedi a.s 70 herë, 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Është një hadith shumë interesant, e transmeton Muslimi, Buhariu, Nesaiu, Tirmidhiu, Ahmedi. Pse I përmendi këta që e transmetojnë, se është hadith mutawatir. Hadith që e kanë transmetuar të gjithë. Hadithim me shkollën më të lartë të saktësisë. Pejgamberi a.s. ka thonë Sejidul istighfar, zotëriu I istighfarit, I kërkim faljes, është kjo lutje. Edhe ka thonë, kush e thot këtë lutje në mëngjes, edhe vdes gjatë ditës, do të hyjë në xhenet. Kush e thot në mramje këtë lutje, edhe vdes gjatë natës, do të hyjë në xhenet. Hadith I sakt, edhe për çata e përmenda që e transmetojnë të gjithë. Pra mutawatir. Dhe pejgamberi pas ka thonë a.s, kush e thot këto gjatë ditës edhe vdes do të hyjë në xhenet. Për këtë arsye dietarët Islam pikërisht për këtë hadith e kanë bon këtë temë në një nga temat për rrugën e xhenetit. Hadithi është kështu: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Në shqip, o Allah, ti je Zoti im. Ti je krijuesi im. Nuk ka të adhurum tjetër përveç teje. Ti më ke kriju mu, edhe unë jam rob I yti. Do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit tënd. Me sot kam mundësi, me tërë mundësin time, do të munduhem me qenë besnik, emanetin e Allahut me qunë ven, urdhrat e tua me I qunë ven. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja që unë vete kum vepru. Çdo e keqe është nga vetvetja jam, e çdo e mirë është nga ti, ja Allah. Jam mirënjohës ndaj dhuntive tua. I pranoj mëkatet e mia, prandaj më fal se nuk ka kush që më fal përveç teje. Mundeni me lyp këtë dua në internet, zotëriu I istighfarit, e shkruani aty, e keni edhe shqip edhe arabisht. Pejgamberi a.s. ka thonë që kjo dua, kush e thot këtë dhe vdes gjatë asaj dite do të hyjë në xhenet. Pro dua, lutje, istighfar, kërkim falje shumë me rëndësi, shumë lutje e madhe. Pse? Se këtu ti e pranon vogëlsinë tone, I pranon mëkatet tua, e pranon që Allah është Zot krijues, sundues, mbikëqyrës, Zoti I vetëm s'ka, Allahu I vetmi që meriton të adhurohet, s'ka dikush tjetër që meriton të adhurohet, ai është falsi krejt, pra I përfshin kjo dua. Vazhdoj me ajete tjera kuranore. Allah I Madhnushëm ka thonë Kur'an:
Nëse dikush do një jetë të këndshme, jetë të lumtur, zemrën rahat, shpirtin e qetë, ka thonë në një ajet kuranor, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana. Kërkoni falje Allahut të madhnushëm dhe pendohuni, vazhdimisht kërkoni falje dhe vazhdimisht pendohuni. Allah i madhnushëm ju azbukuron jetën. Pra ka rëndësi të madhe me thonë vazhdimisht astaghfirullah, kërkoj falje ja Allah. Allah po garanton, po thot u azbukuroj jetën. So njeriu që na nuk e mohojmë, edhe nuk thojmë që zban, po mundohet me gjetë lumturinë në për njerëz të ndryshëm, ndoshta edhe të shkollum, ndoshta edhe psikolog me arritje të mëdha, që si jemi kundër, po fillimisht trokit në derën e Allahut të madhnushëm. Ai po thot, nëse do jetë këndshme, kërko falje, thuj astaghfirullah, gjuha jote le ta bëj tradit me thonë astaghfirullah. Pastaj në një ajet tjetër thot, nëse doni shëndet edhe fuqi, shëndet edhe fuqi fizike dhe fuqi shpirtërore, thot, duhet me kërku falje. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Nëse ju kërkoni falje, Allahu ju jep shëndet, ju jep rrezik, pasuri dhe ju jep fuqi. Shëndet, fuqi në jetën e kësaj bote. Pra, ka rëndësi të madhe istighfari, kërkim falja tek Allah i madhnushëm. Pastaj, ai i cili don me ju fshi gjunohet, me ju shtu sevapët, edhe me ngrit në shkallë të larta tek Zoti i madhnushëm, ka thonë në një ajet tjetër kuranor, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ai i cili e ban ndaj gjuna, i ban pa drejtësi shpirtit vetë, e ngarkon shpirtin me ndaj gjuna, let i kërkoj falje Allahut, let pendohet, Allahun do ta gjej falës dhe mshirues. Pastaj edhe një ajet tjetër me rëndësi e kanë potencu dietarët, kanë thonë, kush do bereqet, kush do evlat, kush do rrezik, pasuri, let i mbështetet atij i cili i posedon krejt mirësitë e kësaj bote. Dhe let i kërkon falje Allahut. Pse? Sepse Allahu ka thonë Kur'an, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Ai i cili kërkon falje Allahut, Allahu i jep evlad, i jep pasardhës, Allahu ja shton pasurinë, rrezikun, e bën tokën e bereqetshme. Pra, dietarët islam kanë thonë istighfari ka rëndësi për shëndet, për pasuri, për qetësi shpirtërore, zemrën me pas qetë, rahat, për evlad, për shumë gjëra të mëdha e të rëndësishme në jetën e kësaj bote që secili prej nesh mundohemi dhe i kërkojmë, i gjejmë në istighfar. Pra do të mundu sa më shumë me kërku falje tek Zoti i madhnushëm, e shpesh na e neglizhojna. Është shumë ibadet i lehtë, astaghfirullah, 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 me bindje të plot, pra me thonë. Kur është koha më e mirë me bën istighfar? Pas çdo vepre të mirë kena thonë, duat pranohen më lehtë. Pse pas namazit na, kur t'jopmi selam, është transmetuar me thonë astaghfirullah, 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 Allahumma anta selam wa minka selam tabarakta dhul jalali wal ikram. I kërkojmë falje me një herë Allahut. Është edhe një ajet tjetër me rëndësi, i cili thot, ata të cilët bojnë gjunohe në jetën e kësaj bote, e që janë të gjithë, edhe njerëzit e mirë, edhe të këqit, krejt, s'ka njeri që s'ban gjunohe. Po sidomos ata të cilët e kanë ngarku tej për shpirtin e vetë, shpesh i gjejmë shokë e dashamirë që thujnë, së më falë mu Allah,
shumë e kum ngarku veten, edhe hupin shpresën. Allahu në Kur'an ka thonë: Ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, o ju robërit e mi, të cilët e keni ngarku veten tuaj me gjunohe. La taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën asnjëherë nga mëshira e Allahut. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah është falës i madh. Kërkoni falje Allahut sepse Allah është falës i madh. Mëshira e Allahut është tepër e madhe. Mëshira e tij e ka kalu hidhrimin e tij. Mos e humni shpresën. Sot do që mendon se je mëkator, drejtoju Allahut. Kërkoj falje Allahut. Allahu nuk të le të gjitha mëkatet i fal përveç shirkut, ka thonë Allahu. E ti nëse i drejtohesh Allahut, ajo i vjen që s'ka vend shirku aty. Dhe për çdo mëkat pastaj të falet. Mos me humb shpresën. Edhe ajeti i fundit që kam përgjedhur me thonë për sot është Allahu i madhnueshëm thot: Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. I thot pejgamberit alayhis salam, nuk do t'i dënoj besimtarët Zoti i madhnueshëm në jetën e kësaj bote përderisa ti je në mesin e tyre. Kanë fillu me qajt, sahabët kanë thonë, po nëse vdes pejgamberi, sa është në mesin tonë, pas ka thonë Allahu, nuk i dënoj. Po kur të vdes pejgamberi, pra dhe ne tash që ka vdek pejgamberi alayhis salam, a do të na dënoj Allahu? Përderisa është gjallë pejgamberi alayhis salam, nuk do t'ju dënoj, ka thonë Allahu. Po nëse vdes pejgamberi, vazhdon ajeti thot: Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nëse vdes pejgamberi e kanë një garantus tjetër për mos më ju dënu. Cili? Wa hum yastaghfirun. Nëse ju kërkoni falje tek Allahu. Nëse ju kërkoni falje, astaghfirullah Allah, ju drejtoni Allahut, pendoheni për mëkatet e juaja, Allahu nuk do t'ju dënoj. Premtim kuranor, premtim i Allahut madhnueshëm. Pra të mundohemi vazhdimisht që ta bëjmë tradit në jetën tonë, mos na kaloj dita pa kërku falje, pa thonë astaghfirullah. E sidomos atë lutjen që ka në hadith që e ceka zotëriu i istighfarit, sejidul istighfar, mund ta gjeni kudo në për rrjetet sociale. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.